Nela dhe tani unë kam kënaqësinë më të madhe në botë që të ftoj zotin Aldo Sullallari, presidentin e shoqatës në Çat Albania. Njeriu që prej vitesh udhëheq projektet për të ndërtuar urën e komunikimit mes prindërve në Iran dhe fëmijëve të tyre të ndarën nga Mekë. Atë që e ka përjetuar më afër nga secili prej nesh ndjesinë e të qenit larg familjes, tani unë i jap fjalën Aldas. Ju falenderoj shumë. Në fakt, para se të bëj falimin tim, do të them një fjalë për parantezë që ambienti sotëm edhe detajet që janë trajtuar sot në këtë mini konferencë, mendoj që përkasin vërtet mirësi, sepse mirësia në fakt në vetvete nuk është do luks për t'u trajtuar apo për t'u zhvilluar apo për treguar çështja e mirësisë. Mirësia do vetëm në njërë gjërat elementare, respekt në sjelljen edhe ajo që dominon është dashuria. Sot në këtë ditë të shënuar për gjithë botën, në ditën botërore të mirësisë, ne nuk mblidhemi vetëm për të folur për një ndjenjë, po për të afirmuar një qëndrim politik, moral dhe njerëzor, që mirësia nuk është dobësi, por është forcë kombëtare dhe një shenjë qytetërimi të një populli. Në një kohë kur shumë vende përdorin dhunën, propagandën dhe mashtrimin për të sonduar mbi ndërgjegjen e njerëzve, Shqipëria ka zgjedhur rrugën e mirësisë dhe humanizmit. Kjo nuk është vetëm një çështje zemre, por është një qëndrim politik i një kombi të lirë që beson në dignitetin e njeriut dhe në drejtën për të qenë i lirë. Sot ne kujtojmë historinë e dimshme të qindra qytetarëve iranianë që për vitën e radhë kanë qenë robër të kampit terrorist Mujahedin. Këta iranianë nuk kanë njohur as dashurinë, as familjen dhe as mirësinë, e kanë jetuar në një trysti të një organizati që ka ndaluar çdo ndjenjë themelore njerëzore dhe çdo kontakt me botën e jashtme. Por kur kanë ardhur në Shqipëri, ata kanë gjetur një tjetër realitet, një vend që nuk i përbuzi, por i priti, një popull që nuk i frikësoi, por i përqafoi. Në fakt, kjo është fitoria më e madhe politike, nëse do ta quajmë politike mirësisë shqiptare ndaj urrëties dhe manipulimit. Shoqatën e gjatë që kam nderin të drejtoj tashmë prej disa vitesh në vijën e parë të kësaj betejë humane dhe morale, po kam mësuar të kuptoj fjalën politik, dhe jo me fjalë po me vepra. Ne kemi shëndruar pranë viktimave të organizatës terroriste Mujahedine dhe kemi ndihmuar që të rikthejnë identitetin, kontaktet me familjen, por mbi të gjitha dhe besimin tek njerëzit. Kjo është politika jonë, politika e humanizmit, e transparentës dhe të vërtetës. Sot dua të them qartë se mirësia nuk është vetëm një temë për aktivitete, por është një mision kombëtar dhe ndërkombëtar. Ne po i tregojmë botës se Shqipëria është vend i paqes, i solidaritetit dhe dignitetit njerëzor. Dhe po aq, po i them hapur organizatave terroriste siç është Mek, se shkoa e duhur që mashtrimi të marrë fund dhe manipulimi i tyre sapo ka mbaruar. Koha e frikës të këtyre ish antarëve në fakt ka mbaruar, sepse shqiptarët kanë qenë ata që i kanë treguar rrugën e drejtë të gjithë refugjatëve të cilët kanë ardhur këtu në Shqipëri, se Shqipëria është përkrah tyre dhe ne do t'i mbështesim deri në fund. Sot është koha e vërtetës, së drejtësisë dhe mirësisë që veprojmë me shumë guxim. Mirësia është politika jonë. E vërteta është arma jonë.
dhe njeriu është qëllimi ynë. Le të mbajmë lart të flamur që ka pas meje, të shoqatës së gjatë, dhe flamurin shqiptar sigurisht. Për viktimat e padrejtësisë, por është një simbol i mirësisë që sfidon terrorin, udhëhiqet me forcën e dashurisë dhe me drejtësisë. Faleminderit Aldo. Dhe përveç panelit, unë do kisha kënaqësinë të gjëja fjalimin nga